Vetëm. Po, në kombinat gjithashtu, do të lidhemi me Alketa Kalamalo, ende pa një zgjidhje për shtëpinë e saj që prej tërmetit të 2019-s po ashtu. Sajmir Shallari, ndjes nga Durrësi, dhe zonja Alketa, mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në Kafe Sheto. Zonja Alketa, nuk është hera e parë që shihemi, kam përshtypjen, vazhdon të jetë pasgjidhje pse ju janë premtuar gjëra të ndryshme me sa mbaj mend. Po, mirëmëngjes të gjithëve, teleshikuesve të Syrit sidomos, një kanal ndër më të shikuarit. I uroj gjithë teleshikuesit. Dëgjojmë? Po, jeni live. Okej, faleminderit. Atëherë, siç e kemi parashtuar edhe në Korrik, problemi jonë i tërmetit janë të ndryshme, sidomos në zonën e kombinatit. Janë shumë banorë që ende nuk e kanë përfituar shtëpinë. Unë jam ndër ato që unë e kam marrë një strehim 2+1, siç ju kam shpjeguar. Po mund t'ja rikujtoni publikut se jo të gjithë janë të vëmendshëm. Do ta rikthej edhe një herë çështën nga fillimi? Po patjetër, tregoni sa kurora ishit, si ishte problemi i dëmshpërblimit tuaj. Në 2019 kur është prishur, domethënë kur kanë ardhur për DS4-ën, DS5-ën, dhe në 2020 zoti kryeministër, zoti Rama, sigurisht ka nxjerr disa VKM të ndryshme. Një ndër VKM-t ka qenë që nëse jeni shumë kurora, ju do të përfitoni nga një shtëpi për kuror. Por, unë nuk ose dua të pretendoja për një shtëpi për kuror, po të paktën të njëjtin ambient që kam të kisha marrë dhe 1 të dytë, ose edhe 1+1 të paktën, që mos të jemi të gjithë bashkë. Sa veta jeni në një 2+1 ju sot? Ne jemi 9 persona, 4 kurora, jemi 3 vëllezër, 2 janë të martuar, me fëmijë, jam unë, kam dhe një vëlla beqar, jemi 2 beqar. 9 persona në 2+1? Në 2+1. Po, ndërkohë koment, lajmi i fundit që ju kanë dhënë, apo premtimi i fundit, apo sqarimi i fundit? Jo, me neve bashkia ka mbaruar punë. Ne kemi marrë, ne bërëm zgjidhjen ta merrnim, sepse nëse unë do ta lija, do isha përjashta. Në këtë moment unë nuk do përfitoja, domethënë vllai që merrte bonusin nuk do përfitonte as bonusin. Dhe i bie që edhe shtëpinë do ta linim peng këtij shteti, kësaj bashkie. Dhe unë një të nesme, nga frika, ne bërëm zgjidhjen që të marrim 2+1. Të paktën kemi një nga dëshpërimi. Unë, patjetër, unë nisat, siç ju kam thënë, Flavio, kam dashur të marr një avokat që të zgjidhja këtë problem.